Sot IMPO sjell një analizë edhe më të thukët dhe gjithëpërfshirëse. Raporti i sotëm, i cili do të publikohet, përmban një analizë të plotë të anulimeve të tenderëve gjatë 3 viteve të fundit, duke paraqitur tenderët kryesor, arsyet më të shpeshta të anulimeve, institucionet me nivelet më të larta të anulimeve, si dhe problemet strukturore që përsëriten nga viti në vetë, siç janë planifikimi i dobët, dosjet jo të standardizuara dhe mungesa e arsyetimit profesional gjatë anulimit të tenderëve. Raporti vlerëson ndikimin e anulimeve në efikasitetin e prokurimit, realizimin e projekteve dhe integritetin e sistemit, duke e nxjerrë në pa rritjen e rrezikut për procedura të negociuara dhe humbjen e konkurrencës. Në fond të këtij raporti, IMPO paraqet rekomandime të qarta për autoritetet kontraktuese, KRPP-n si dhe në përgjithësi nivelin qendror, me fokus standardizimin, rritjen e kapaciteteve dhe forcimin e mekanizmave të mbikëqyrjes. Ne kemi mbledh dhona sa i përket aktiviteteve të anuluara, të gjitha aktivitetet të cilat janë iniciuar nga data në janar e vitit 2023 dhe në 30 shtator 2025. Gjatë kësaj periudhe, në platformën e prokurimit gjithsej janë publikuar 7.276 njoftime për anullime të aktiviteteve të prokurimit apo formular B10, pa dokumente i cili tregon që një aktivitet i prokurimit është anulluar. Gjatë tutje në analizën tonë ne kemi vazhduar me anullimet e aktiviteteve të cilat edhe janë iniciuar brenda kësaj periudhe, pra gjatë prej datës në janar 2023 deri në 30 shtator 2025. Në këtë periudhë, për këto aktivitete janë anulluar gjithsej 6.989 aktivitete. Aktivitetet e tjera, të cilat formularët e tjerë të cilat janë publikuar në këtë periudhë kohore i takojnë aktiviteteve të cilat janë iniciuar gjatë viteve 2022-2021 dhe gjatë vitit 2020. Analizën tonë ne kemi vazhduar me të gjitha kontratat pra të cilat janë iniciuar edhe në këto vite. Në vitin 2023 gjithsej janë publikuar dhe janë anulluar 2.784 aktivitetet prokurimit, që në përqindje për nga numri aktiviteteve përbën 23% e aktiviteteve janë anulluar, ndërsa për nga vlera gjithsej 26% e aktiviteteve janë anulluar. Në vitin 2024 janë anulluar 2.720 aktivitetet prokurimit, që në numër përbën 23% të aktiviteteve të cilat janë iniciuar po ashtu gjatë vitit 2024. Ndërsa në periudhën janar-shtator janë anulluar gjithsej 1.485 aktivitetet prokurimit. Kjo për shkak që ne përfundimin e mbledhjes së të dhënave kemi bërë deri me datë 30 shtator dhe në vitin 2025 nuk është që ka ndonjë dallim për shkak që është ulur numri aktiviteteve të prokurimit, në çdo periudhë ajo monitoruese ka përfunduar në 9 mujorin e parë dhe nuk ka një numër të madh të aktiviteteve të cilat janë iniciuar gjatë vitit 2025. Tutje në analizën tonë ne kemi krahasuar dhe kemi bërë mbledhjen e të dhënave se aktivitetet e prokurimit a janë anulluar para apo pas hapjes së ofertave, sepse siç e dimë në rregullore të prokurimit paraqiten dy mundësi kur mund të anullohet një aktivitet i prokurimit, pra para hapjes së ofertave dhe pas hapjes së ofertave. Në vitin 2023, 6% e aktiviteteve të prokurimit janë anulluar para hapjes së ofertave, ndërsa 94% e aktiviteteve janë anulluar pas hapjes së ofertave. Në situatën njëjtë është në vitin 2024, 5% e aktiviteteve janë anulluar para hapjes së ofertave, ndërkaq 95% pas hapjes së ofertave. Po ashtu edhe në vitin 2025, 6% e aktiviteteve janë anulluar para hapjes së ofertave, ndërsa 94% pas hapjes së ofertave. Në total, pra rezulton që 94% e aktiviteteve të cilat anullohen pasi përfundon procesi i hapjes së ofertave. Tutje ne kemi mbledh dhona sa i përket llojeve edhe kontratave të cilat pra janë më shumë të ekspozuara ndaj anullimeve. Pra dhonat i kemi mbledh edhe për nga ona
edhe për nga numri edhe për nga vlera. Në këtë rast rezulton që në aspektin financiar, anulimet më të mëdha lidhen me kontratat e llojit punë dhe me kontratat e llojit furnizim, që në total përbëjnë rreth 75% të kontratave të anuluara pra gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare. Kjo tregon se niveli ekonomik i anulimeve është më i lartë pikërisht tek projektet të cilat kanë të bëjnë me projekte kapitale dhe furnizimet strategjike, ndërsa në aspektin numerik dominon lloji i kontratave të furnizimeve, megjithëse 3687 kontrata të anuluara të këtij lloji gjatë kësaj periudhe. Tutje ne kemi mbledhur dhona dhe sa i përket kontratave, llojit të procedurave të cilat janë iniciuar dhe të cilat janë anuluar, për të parë se cili lloj i procedurës është më shumë i ekspozuar ndaj anulimeve, dhe në bazë të dhonave rezulton se procedura e hapur është procedura e cila përdoret më së shumti për të iniciuar aktivitetet e prokurimit dhe rrjedhimisht është procedura e cila është edhe më shumë e ekspozuar ndaj anulimeve të aktiviteteve. Një prej gjetjeve më domethënëse është se një lloj procedure që quhet procedura konkurruese me negociata e ka shkallën më të lartë të anulimeve, megjithëse 75% aktivitetet të cilat iniciohen në anë të kësaj procedure përfundojnë me anulim. Aktualisht në anë të kësaj procedure është në proces të sipër të kontraktimit edhe një kontratë e cila është kontrata më e madhe e iniciuar nga institucionet e Republikës së Kosovës pas pavarësisë, ajo e Korporatës Energjetike të Kosovës në vlerën 137 milion euro. Nga ana tjetër, procedura e negociuar del të jetë procedura më e qëndrueshme për shkak që vetëm 15% e aktiviteteve të cilat iniciohen në anë të kësaj procedure gjatë kësaj periudhe pra janë anuluar dhe megjithatë vlera e anulimeve të cilat i takojnë kësaj procedure është e lartë 28%, çka tregon se kontratat të cilat iniciohen në anë të kësaj procedure pra kanë vlera të mëdha. Tutje ne i kemi identifikuar 5 tenderet me vlerën më të lartë të cilët janë anuluar. Është një tender i Ministrisë së Shëndetësisë për ndërtimin e qendrës emergjente në vlerë 22 milion euro, aktivitet i cili për 2 vite me radhë ka qenë edhe në procedura ankimore, edhe është vonuar autoriteti kontraktues në procesin e vlerësimit të ofertave. Në fund, ky aktivitet i prokurimit ka përfunduar me anulim. Tender tjetër ka të bëjë me Ministrinë e Mbrojtjes tek aktiviteti për furnizim ushqim në vlerë 13 milion euro, po ashtu një aktivitet tjetër është i komunës së Gjilanit për ndërtimin e stadiumit të qytetit në vlerë 15 milion euro, aktivitet i cili më pas është iniciuar nga një autoritet tjetër kontraktues, në këtë rast nga Ministria e Kulturës, Rinjës dhe Sportit. 2 tender tjerë janë me anë të procedurës konkurruese me negociatat, të cilët janë të iniciuar nga Korporata Energjetike e Kosovës, pra ka të bëjë me furnizim me ushqim, edhe pse aktiviteti është i ritenderuar, përsëri ka përfunduar me anulim. Tutje ne në raport kemi mbledhur të dhëna sa i përket 10 autoriteteve kontraktuese të cilat kanë më së shumti anulime gjatë periudhës në janar 30 shtator 2025. Edhe në këtë rast ne kemi mbledhur dhëna edhe sa i përket numrit të aktiviteteve të anuluara, por edhe sa i përket vlerës. Këtë rast rezulton që sipas numrit, autoriteti kontraktues që ka anuluar më së shumti kontrata është Korporata Energjetike e Kosovës, megjithëse 119 aktivitetet të anuluara, ndërsa sipas vlerës është Ministria e Mbrojtjes me 19.7 milion euro vlerë të aktiviteteve të anuluara, të cilat janë iniciuar gjatë periudhës në janar 30 shtator 2025. Në vazhdim, po i prezantoj gjetjet kryesore të raportit, pra shkalla e anulimeve mbetet në një konstantë të lartë gjatë viteve 2023-2025. Mbi 90% e anulimeve ndodhin pas procesit të hapjes së ofertave. Vlera financiare e anulimeve përbën humbje substanciale për buxhetin publik.
institucionet dhe mëdha publike kanë dështime serioze në realizimin e planifikimit të prokurimit. Ritenderimet dhe procedurat e negociuara ndihmojnë, por nuk mund të kompenzojnë humbjen. Anulimet zbulojnë probleme të thella në qeverisje dhe kapacitete institucionale. 10 autoritetet kontraktuese me më së shumti anulime sipas numrit dhe sipas vlerës kontribuojnë në pjesën më të madhe të dështimeve sistemike. Rritet nevoja për procedura të negociuara për shkak të dështimeve të tenderëve të hapur. Procedura konkurruese me negociatat është ndër më pak të përdorurat, por ndër më të anuluarat, dhe sistemi i prokurimit kërkon reforma të thella strukturore. Rekomandimet të cilat i kemi nxjerrë ne në bazë të këtij raporti janë këto, që autoritetet kontraktuese të përmirësojnë planifikimin e prokurimit, të bëhet standardizimi i specifikimeve teknike dhe kërkesave të dosjes së tenderit, të ketë transparencë sa më të madhe në arsyetimin e anulimeve të prokurimit, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik të krijojë një mekanizëm paralajmërues dhe të bën sa më shumë analiza të mbrëmshme dhe masa korrigjuese në mënyrë që të mos paraqitet nevoja për anulime të aktiviteteve të prokurimit. Këto pak a shumë janë gjetjet e raportit, për më shumë gjetje dhe për më shumë detaje të tjera mund t'i gjeni në raport. Ju falenderoj.